Futbolli për femra luajti ndeshjet e para të turit çerek-final të Kupës së Shqipërisë në Shkodër. Ishte një derbi interesant, Atletik Klub Shkodra dhe Vllaznia kampione. Ndeshja u mbyll me fitoren e Vllaznisë me shifra të thella, por ndonse pati e përsi Vllaznia edhe Atletik Shkodra, një ekip modest, por bëri me të vërtetë rezistencë. Me trajnerin e ekipit Atletik Shkodra Elis Legata. Profesor, ndeshja e parë kishte finale përballë Vllaznisë kampione dhe natyrisht një koske fort. Normalisht është shart i fort sepse vetë formula e kupës është e tillë që skuadra e parë luan me skuadrën e fundit të renditjes në klasifikim. Normalisht është një derbi shkodran, pa derbi shkodran do të ishte nëse do të kishte i rivalitet në fushën e Blerë. Them drejtën, diferencat janë tepër të mëdha sepse skuadra e Vllaznisë ka lojtare tepër cilësore. Normalisht të mundu me të japshin më të mirë në fushën e lojës. I përgëzoj vajzat, kena vajza të reja, të cilët janë afruar dhe kohët e fundit tek skuadra jonë. Po tentojmë bëjmë diçka të mirë, të rrisim sa do pak ta vajza dhe të kena mundësi që ne ishte në vazhdim të jena pak edhe më tepër solid dhe pak më tepër konkurrues në kampionatin e femrave. Legata, pa shkuar te kampionati, kjo është ndeshja e parë e turit çerek final, do të lutet ndeshja e dytë. Ndoshta keni ndonjë shpresë për të bërë diçka ndryshe? E rëndësishme për ne është që vajzat vazhdojnë të rriten gradualisht. Normalisht ne nuk kena pretendimet tona në kampionat. Pretendimet janë që ndeshje pas ndeshje të rritemi, edhe të vazhdojmë pse jo, të kena edhe pretendimet vitet e tjera. Normalisht kena vështirësi tepër të mëdha si në elemente vajzat, pasi shumë vajza janë largu nga skuadra jonë, duke shkuar edhe në ekipe të tjera, sepse normalisht ata kanë kërkesat e tyre dhe preferencat e tyre. Kena edhe vajzat të cilat janë të dëmtuara. Normalisht do të përmendni edhe kapitenin e skuadrës, e cila është një ndër pikat e forta që ne kemi, pasi ka shënuar edhe plot 6 gola në fazën e parë. Ishte e dëmtuar me menisk. Pretendojmë që gradualisht të rekuperojmë kapitenin, të rekuperojmë edhe i fije vajzat me stërvitje, edhe pse jo, edhe ndeshjen e dytë munduna me bë paraqitje dinjitoze, po them që të pretendojmë për me kalu turin sepse me Vllaznin është tepër e vështirë, po të bëjmë një paraqitje dinjitoze. Profesor Legata, krahas drejtimit të klubit Atletik Klub Shkodra për femra, ju jeni edhe pjesë e stafit teknik të ekipit tonë kombëtar të futbollit për femra, për krah kolegu tuaj Amir Grima. Paralelisht dy pozicione të rëndësishme, si ndjeni vetën? Them drejtën, është komod kur punon me ekipin kombëtar, sepse normalisht vajzat që vinë në ekip kombëtar janë cilësore. Por them drejtën, ajo që më shtyn më shumë për të punuar me futbollin e vajzave janë edhe këto vajza që ne kemi në skuadra atletik, sepse kur e shef dëshirën e tyre të cilat dalin stërvitje për tu arritur edhe me mundësi që ata kanë, normalisht që më bën jep më tepër iniciativë për të punuar si te ekipi jon, po si edhe te ekipi kombëtar. Profesor, suksese në Argjentik. Faleminderit. Ju falenderoj, suksese juve, faleminderit.